Barcelona shumë pranë transferimit të Julian Alvarez, me Fabrizio Romano që ka raportuar se marrëveshja është arritur me lojtarin. Alvarez ka shprehur dëshirën e tij te drejtuesit Atleticos që dëshiron të largohet. Barcelona ka dërguar ofertën e parë zyrtare 100 milion euro, por është refuzuar nga Atletico pasi pretendon më shumë se 120 milion euro. Një ofertë e dytë në orët në vazhdim pritet që të bëhet nga Barcelona. Në këtë video do të tregoj formacionin e mundshëm të Barcelonës për sezonin e ardhshëm me Julian Alvarez. Para se të fillojmë, mos harroni të bëni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona. E nisim nga Porta me Joan Garcia, fantastik të sezon ku u shpall dhe portieri më i mirë në La Liga. Mbrojtja me Cancelo në të majt, Martin dhe Kubarsi në qendër, ndërsa në të djathtë Konde. Shumë po flitet gjithashtu dhe për transferimet në mbrojtjet e Barcelona ku kanë dalë shumë emra, por në këtë video vazhdojmë me këtë katçe. Gjithashtu raportohet se Cancelo do të blihet përfundimisht nga Barcelona. Në mesfush Pedri dhe De Jong. Kam zgjedhur këtë dyshe pasi fazën ofensive e mendoj me këtë katçe. Në të majt Gordon, blerja më e re e katalanasve. Në qendër Rafinha, në të djathtë Yamal, ndërsa përpara Julian Alvarez. Rafinha pritet të jetë titular në të majt dhe Fermin Lopez në qendër, por për arsye se Gordon është blerja më e re e Barcelonës e vendosim në të majt si titular. Megjithatë, Gordon është një alternativë shumë e mirë për Barcelonë pasi mbulon të gjitha pozicionet në fazën sulmuese. Me Alvarez, por edhe Gordon, Barcelona pritet të ketë shumë alternativa në sulm. Ky është formacioni Barcelonës me Julian Alvarez. A do mundet Barcelona ta fitojë Champions League me këtë formacion? Komentoni më poshtë dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona.